Po, mirëmëngjesi me mëny franceze, fason e për shokola. Shikoni, është fund viti pak lumë për shqiptarët, ose në përgjithësi në Ballkan, me Kosovën ku përshtohen njëjtë ndërkombëtare, kur ndërkombëtarët BE-ja dhe SHBA-t më në fund po e mbështesin këtë qeveri, pra Kosova nuk është më izoluar, dhe në Shqipëri fund viti fantastik, sepse për herë të parë kemi tashmë tani në një llogore opozitën me drejtësinë. Kjo është e veçantë thotë. Dhe sot ashtu si opozita, ashtu si populli, dhe sot drejtësia e vet është e shkallmuar, është e poshtëruar, është e njohuar nga Edi Rama. Pra sot kemi si thua një aleancë rrethanash midis kësaj opozite, midis këtyre protestuesve dhe drejtësisë, dhe kjo, si thua, jemi në atë zonën e 16 të skuadrës të mazhorancës duhet të përfundim goli, ose nga drejtësia, ose nga populli në rrugë. Kjo kujt themi? Duhet po ashtu që të krijohet në opinion bindja edhe tek protestuesit që kjo qeveri ka ardhur, kjo mazhorancë ka ardhur në pushtet në qeveri me vjedhje dhe përmbahet me vjedhje. Nuk është vetëm fundi sot balluku që është një lloj preteksti apo një lloj elementi inkadeshoflativ, por është fillimi me vjedhje. Kjo është haruar, sepse vetëm fillimi e çon këtë vend në zgjidhje politike, pra nëse filluar me vjedhje, fundi do të jetë edhe një herë ribërje zgjedhjeve. Do më lejosh tani e para është e kam edhe për Kolliçin dhe për Gjonin, si dy politikanë. Mund të ribën zgjedhje 11 majit? Mandati i 4? Mund të ribën, por për këtë arsye duhet sot, pra edhe kam dy pyetje. E para është që duhet mos haruar, sigurisht sot drejtësia që Gjoni e njeh mirë është aleate sot rrethanash e opozitës, por edhe një presion suplementar, Edhe njërë se kam një vështirësi teknike me burimin. Lutem regjia. Një presion i përshëmbi ishte një luks i tepruar. Kuptim. Kjo drejtësisë me këtë e ballukut duhet të shkojë ke Rama. Nëse duam të shkojmë ke 11 maj, pra i ribër, nëse duam të shkojmë ke një qeveri teknike, duhet vënë ky Edi Rama sot në kushte morale dhe juridike të pamundshme për të vazhduar drejtuar vendin. Dhe këtu drejtësia do të ishte e një ndimet e jashtëzakonshme. Sot këtë drejtësi i ka të gjitha kushtet të të kalohet balluku, të shkohet tek i zoti i punës. Të nuk e bën, pastaj është një analizë më e gjatë. Ja, me që